Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Fix & Co. Jemi në komunën e Prizrenit, kemi ardhur në një klub i cili jo vetëm klub i karates, por trajnerja e cila merret shumë jo vetëm me këtë gjenerat, por edhe me gjenerata tjera, që besa dhe me gjini tjera. Normalisht që sa herë që ka sukses, ne e kemi një farë obligimi për me qenë këtu pare, edhe me përcjell sukseset, por edhe motivimin e shumë qka tjetër. Pranë vetës e kam Elonën, trajnerën e cila pa dyshim edhe kam e nga të regu rreth garave të fundit që janë bajtur, le të themi kështu, nga kjo gjenerat e re, por po ashtu edhe të arritura tjera. Elona, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve, është shumë kënaqësi. Mirë shumë, po vjen mirë që herën e fundit kur jemi taku, ka qenë kjo pjesa tjetër e sallës, plot me vajza dhe me gra që dëshirojnë me qenë fit, me qenë në formë, por shohim tash edhe karates të ri. Cila është historia? Patjetër, përveç kësaj pjesës si trajnere e fitnessit, tash një kohë të gjatë, kam edhe klubin tim të karates. Për mua është një kënaqësi mjaft e madhe që të mire me gjenerata të ndryshme, për shkak që në klubin e karates Eagle ushtrimet fillojnë që nga mosha 4 vjeçare. Dhe sigurisht është një ndjenjë mjaft e mirë që të shohim talenta të kësaj moshe dhe unë jam e kënaqur që këta veç janë në këtë sport, për shkak që në këtë kohë tani kemi shumicën të ndikuar nga teknologjia apo që janë shumë fëmijë pasiv. Sigurisht që këto suksese më bëjnë shumë krenar, për shkak që vetëm po kthehemi me gara pra emri tyre dhe po përfaqësojnë edhe klubin edhe Kosovën në përgara ndërkombëtare, tashmë edhe në përgara jashtë vendit. Po, di që para pak jave ka qenë një garë, e cila, le të themi kështu, jo vetëm ju si klub, por edhe si shtet keni marrë pjesë dhe jeni goxha të kënaqur po besoj me rezultate. Patjetër, tash e një kohë jemi kthyer nga kampionati mesdhetar, i cili është mbetur në qytetin e Aleksandris në Egjipt. Për ne ka qenë ndër garat ndoshta më sfiduese që i kemi pasur deri më tani përsa i përket klubit, por që mendoj që ka pakun e kemi vullosur apo me fitoren e Riyadit. Kosova ka marrë pjesë me gjithsej 42 garues, por vetëm 4 prej tyre janë kthyer me medalje. Riyad Mani është i vetmi garues i cili ka pasur vendin e parë në këtë garë dhe sigurisht që janë edhe disa vende të dyta dhe vende të treta. Krahas, le themi, aktiviteteve, po edhe garave atje, Riyad ka pasur edhe një farë nuk më ta quajmë problem, por kështu ndoshta njihet në zhargonin tonë si sprov, por që duke që e ka kaluar jashtëzakonisht mirë dhe lehtë. Po, sigurisht që po, mendoj që sporti e ka ndihmuar në këtë aspekt, për shkak që pikërisht atë ditë që Riyadi ka fituar vendin e parë, një muaj më parë ka humbur nënën, por mendoj që kjo ka qenë një sfidë në vete, për shkak që sporti ka ndihmuar shumë në këtë rast, sidomos ka pjesa psiqike, edhe pse ka qenë me një farë ngarkese apo me një farë psiqike, por vlen të vlerësohet gjithmonë guximi i Riyadit, për shkak që në mendje ka pasur gjithmonë që trajnere do ta bëj krenar nënën dhe mendoj që arriti atë pjesë në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht ka qenë edhe një farë obligimi, edhe një farë, le të themi, edhe goxha më problem edhe për juve si trajnere me humor, me një rast të tillë, edhe që besa edhe përgjithësi më ekstra, a ka qenë vështirë, Elona? Sigurisht që po, për shkak që jemi mësuar që të gjitha sfidat i kemi në kuadër të normales, pra në kuadër të sportit, ndoshta pajisje, ndoshta ndonjë përkraje, por që të jetë kjo sfidë për një fëmijë 12 vjeçar, sigurisht që ishte vështirë edhe për mua si trajnere, por mendoj që ajo guximi apo karakteri që Riyadi ka në vete arriti që përveç të ketë sukses, po edhe të mos ketë probleme të tjera. Sot po e shohim në një energji goxha të madhe, ka qenë kështu edhe një energji edhe atje, me që ka arrit me fitu edhe vendin e parë, padyshim. E thash edhe më herët që tërkohën në mendje ka pasur që do të fitoj, ka pasur qëllimin do të fitoj këtë medalje për nënën e tij dhe e arriti në formën më të mirë të mundshme, për shkak që ishte vendi i parë. Të them të drejtën, edhe për mua ka qenë pak e dyshimt a do fitoj apo jo. Edhe për shkak të rastit, po edhe për shkak të konkurencës që është në këtë garë, për shkak që është kampionat mesdhetar, por që arriti të na bëj krenar.
Është viti I parë që merrni pjesë në këto gara, apo ka qenë edhe pak më herët keni marrë pjesë? Në karrierën tim si garuese, unë ka marrë pjesë, por jam kthyer pa medalje. Mendoj që këtë e rrita me garuesin tim, por Kosova në përgjithësi ka marrë pjesë në garat e tjera, por me kësi medalje dhe me kësi suksese tash. Po kthejmë pak në rrafshin e përkrahjes. E di që nuk ka qenë lehtë edhe si trajner e fitnessi kur e ke nisë karrierën. Nuk e di edhe po besoj që nuk është lehtë as sot si trajner e karates. Qysh ekziston përkraja? Ka përkraje të madhe të vogël, jo vetëm në rrjetet sociale kur bëhen kampion edhe kur vijnë mediat shkaku I suksesit, por edhe atëherë kur s'ka sukses, a ka përkraje? Patjetër, gëzojmë faktin që në fillim përkrajen ta kemi nga familjarët dhe nga shoqëria. Ata janë ndoshta shtyrja më e madhe, e më pastaj, pas medalje fillojnë më kthy syt nga ne edhe nga institucionet, por mendoj që tash kanë filluar me marrë kaje të pak më shumë dhe për të mirë. Mirë, po I përcjellim edhe pak dhe do ta ndalojmë pak Riadin për ta intervistuar. Krahas Riadit, klubi padyshim që ka edhe karates tjerë, të cilët ndonë se mund të jenë me mosh pak më ullët, por garus janë goxha të rrezikshëm. Me kënd po bisedojmë, emrin dhe moshën. Fron Shalqini, unë jam Fron Shalqini dhe I kam 13 vjetë. 13 vjetë. Unë ushtroj karate që 6 vjetë. Unë kam marrë pjesë në shumë gara në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Okej, kjo e fundit ku ka qenë? Në Egjipt ka qenë gara mediterane dhe ka qenë një garë shumë e fortë. Edhe qysh ke dalti me rezultat? Unë kam qenë për disa sekonda kam qenë shumë afër venit tretë. Dhe kam humbur se disa sekondat e fundit të garës jam dorëzuar dhe kam menuar që po fitoj. Por u dorëzova dhe humba. Edhe, a ndikon kjo që mu dorëzu ti tash në sportin e karates? Jo, kjo nuk ndikon hiç se ka edhe shumë gara të tjera në karrierën time të karates dhe do të vazhdoj të mirëna shumë me karate. Synimi yt ku është? Në shumë gara të jashtë si Youth League, Evropianin dhe botroren e karates. Faleminderit shumë. S'ka përse. Pran vetës e kam Kenzën, e cila kam nga të regu jo vetëm mbi emrin dhe moshën, por po ashtu edhe arsyet pse është bërë karatiste. Kenza, qysh je? Mirë, Justini. Mirë shumë, faleminderit. Unë jam Kenza Kelmendi, jam 12 vjeçare. Arsyen që kam filluar karaten është se më pëlqen shumë dhe pse babai më ka motivuar çdo ditë më shumë për të jem një vajzë fortë. Okej. A ka pas arsye tjera? A mendon që mundesh përmes karates me mësua edhe vetë mbrojtjen më shumë që larg qoftë prej personave që nuk janë shumë mirë as mendërisht, por as me zemër të mirë, që munden me tentu me sulmu edhe me qenë e vetë mbrojtur? Po, mendoj se kam pas një shoqe që I ka ndodhur kjo dhe nuk kam mujt me u vend mbrojt, por unë besoj që mundem. Okej, je vetëm ja vajzë në këtë klub apo ki edhe kolege tjera? Jo, ka edhe shumë vajza tjera, por ato nuk janë këtë për moment. Okej, e çfarë ndjenja është me ushtru karate? Ki me marrë ndoshta pjesë edhe në për organizime, në për turnire të shumta. Çfarë ndjenje sipas teje është karateja? Shumë ndjenje mirë, më jep energji pozitive, jo negative, dhe më pëlqen shumë. Edhe të pëlqen shumë. Ushtron shumë brenda javës? Përafërsisht 4 herë në javë vi, po. Të ka ndihmu me qenë pak larg edhe rrjeteve sociale, telefonit, me qenë pak më afër njerëzve, ushtrimeve? Po, unë mendoj se gjinia femërore apo dhe fëmijët në moshën adoleshente nuk duhet të rrinë shumë në telefon për të mirën me sportet të ndryshme. A e dëgjut me sportet të ndryshme, njëri prej tyre edhe karateja. Kenza, faleminderit shumë. Shëndet krejt mirat. E tash është koha për me ndru
le të themi, personazhin e intervistës, pranë vetes se kam Riadin, një djalosh i cili momentalisht është i djersitur totalisht, ka i stërvitjeve, por padyshim se cila djers ka vlet për shkak se ka arrit me nxjerr një medalje në kampionat. Por para se me nisë, para se me shku te kampionati, flasim pak me Riadin se kush është ai sovjetik, në cilën klasë është, çfarë le të themi kështu jete të përditshme ka Riada. Mundesh me u prezantu për gjithë shikuesit e Fiksit në kohë në Koavision. Unë quhem Riad Moni, jam 13 vjeç, kemi pasur garën tonë në Egjipt, garën me Mediteranin. Unë jam në klasën e 8 tash do të dalë, e kam përfunduar 7-ën me të gjitha sukseset të mira me pasqe. Shkëlqyeshëm pra. Unë në jetën e përditshme ushtroj shumë karate dhe mësoj shumë për shkollën time. Unë mendoj që kur të rritem të bëhem një karatist profesional, ta fitoj the groundin, që do të mohet për botën, pra, dhe unë dua që të përfaqësoj Kosovën. Çfarë ndjenje, pse ke zgjedhur karaten si sport? Ke pas mundësi shumë sporte të tjera ke zgjedhur karaten? Karatja, unë i kam pëlqyer shumë sportet luftarake dhe dëshiroja një sport që nuk ka shumë lëndime, po ka edhe lëndime të pakta, po dëshiroja një sport luftarak dhe që mund të ndërsitem, se për shembull të ushtroj shumë, që ta përfitoj atë medalje apo ndonjë gjë tjetër në qëllim. Dhe unë kam filluar karaten për këtë qëllim. Kur regjistrova ishte një ndjenjë shumë e mirë të ushtroja karaten. Unë u gëzova shumë për herë të parë kur regjistrova, sepse kur i shisha ata të mëdhenj duke luftuar kështu sikur unë, mendoja që edhe unë do të bëja si ata dhe arrita qëllimin tim dhe u bëra sigur ata të mëdhenj që ushtronin shumë karate dhe e mbrinin medalje. Padyshim e ke prezantu Kosovën edhe në këtë garën e fundit. Çfarë ndjenje ka qenë me prezantu Kosovën? Ishte një ndjenjë shumë e mirë, unë Kosovën e dua shumë po ashtu sepse e kam vendinjen time. Ishte një ndër ndjenjat më të mira dhe dëshiroj që të gjithë sportistët e tjerë që janë të arrijnë qëllimin e vet dhe të përfaqësojnë Kosovën dhe të përfaqësojnë vendin tonë sa më mirë dhe sa më bukur. Perfekt, çfarë fjalimi një djalosh i ri, sa vjeçar edhe ne? 13. 13 vjeçar, i cili e ka ëndër edhe ka realizuar pak a shumë edhe prezantimin e Kosovës në vende tjera përmes sportit të karates. Për gjithë shikuesit, Riadi ka pas një humbje shumë të madhe. E ka humbë nënën e tij një muaj para garës. Qysh ke arrit si 13 vjeçar me grumbullu veten, me largu emocionet, me largu ose me harru paka shumë edhe humbjen shumë të madhe, sepse me humb nana, prindi është padyshim një prej humbjeve më të mëdha të një njeriu, cili ka qenë sekreti, qysh ke arrit me i harru paka shumë krejt për një kohë të shkurt edhe me i pru medalje Kosovës. Ajo kur ishte gjalla i më suportonte mua shumë dhe dëshironte që të fitoj unë vend në parë dhe në jashtë, sepse në Kosovë fitojsha dhe ai më shihte mua në Kosovë duke fituar vend në parë dhe e dike që do të shkoja në Egjipt, por para se të shkoja në Egjipt ai vdiq thajeti, por unë nuk u shqetësova shumë për atë dhe mendoja që ajo do të më shikoj edhe atje, do të më shikoj dhe do të më suportoj mua edhe nga atje. Dhe unë fillova që të ushtroja shumë për atë që ta dedikoj këtë medalje asaj. Nënës tënde, ja ke dediku medalje nënës tënde. Çfarë emocioni ka qenë? Ishte një emocion shumë i mirë. Unë u gëzova shumë kur e fitova vendin e parë, i kallëzoja të gjithë të afër mi dhe ata më suportonin këtu nga Kosova, nga vendlinja jonë. Po dëshiroja që edhe ajo të ishte gjallë dhe të më suportonte mua, por prapë ishte një ndjenje shumë e mirë edhe pse ajo më suporton nga atje. Padyshim jam i bindur që në secilën garë do të suportoj nga lart. Secili prej sukseseve do t'i dedikohet asaj prej tashit tutje apo jo? Po, unë do t'i dedikoj të gjitha sukseset e mia asaj. Edhe një mesazh për gjithë ata që padyshim edhe humbin, edhe kanë probleme të shumta, një 13 vjeçar me gjetë një vullnet,
një fjalim motivues padyshim, edhe një intervistë motivuese për gjithë ne që kemi probleme të shumta në jetën tonë të përditshme, por jo as sa e ka pas, edhe sa ka ky miku im në anën time të majtë. Cili mund të jetë mesazhi për të dorëzohemi, të mos dorëzohemi kur, të vazhdojmë, të garojmë, të vazhdojmë, të jetojmë, të mbijetojmë çebesa, por të bëjmë krenar ata që i kemi në mesin tonë dhe ata që nuk i kemi në mesin tonë. Po, sigurisht, sporti është një, si për shembull, të gjitha sportet të tjera janë sport, të gjitha njerëzit duhet të merren me sport, por unë ata që humbin sa dhe unë kam humbur, nuk jam edhe unë ai që gjithmonë fitoj. Ne normalisht do të humbim ndonjëherë, por nuk duhet të ta marrim parasysh, si për shembull humba dhe nuk do të vazhdojmë më, por duhet të ushtrojmë sa më shumë që të përfitojmë arritje dhe suksese më të mëdha. Mirë, dashur shikues, nga njëherë mbet edhe pa komente dhe hargjohen pyetjet, po besoj që ma mirë që u hargjohen pyetjet, sepse edhe është lodhur në ushtrime Riadi, por po ashtu edhe jemi emocionuar pak edhe me këtë rrëfim, cilin na dha ekskluzivisht për Fix&Co në Koha Vizion Riadi, cilin e falenderoj shumë edhe po shpresoj që intervistën tjetër të radhës të kemi si jo vetëm kaq kampion, po shumë fish kampion, më lartë e më lartë. Faleminderit shumë, dhe unë do ta ushtroj sa më shumë dhe të bëjmë çdo herë në kampionet në çdo kohë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dashur shikues që e ndoqët këtë intervistë. Ne do të takohemi në intervista tjera, po ashtu edhe në emisionin Fix&Co. Tonk tonk.